Temperaturat e larta të kësaj vere kanë kthyer lumin Vjosa në një destinacion më të frekuentuar për ata që kërkojnë freski dhe aventurë. Rrjedhja e saj e egër, peizazhet mahnitëse dhe natyra e paprekur po tërheqin çdo ditë vizitor vendas dhe të huaj. Për shumë prej turistëve, Vjosa nuk është thjesht një vend për t'u çlodhur, por edhe një mundësi për të përjetuar emocione të forta përmes sporteve ujore. Mes tyre, rafting mbetet aktiviteti më i kërkuar, duke ofruar një kombinim unik të adrenalinës dhe bukurive natyrore. Booked a rafting tour. Jam Heidi dhe vi nga Gjermania. Jam këtu prej disa ditësh. Kemi vizituar zonën përreth dhe sapo përfundova një tur rafting në ujërat e këtij lumi. Ende i kam rrobat e lagura. Është një mrekulli e vërtetë të kalosh 2 orë duke ndjekur rrjedhën e këtij lumi dhe të përjetosh adrenalinën që të ofron. Tu gjen qetësi, natyrë dhe aventurë njëkohësisht. Do t'ja rekomandoja kujdo që ta provojë këtë eksperiencë. It was a very nice trip. I like it. Është një ndjesi e papërshkrueshme të përjetosh kaq shumë gjëra të bukura në një kohë kaq të shkurtër. Sapo përfundova turin, por besoj se do ta përsëris edhe nesër një tjetër udhëtim në Vjos. Këtij vendi dhe njerëzve këtu u jap notën maksimale. Interesi për rafting në Vjos po rritet nga viti në vit. Operatorët turistik thonë se numri vizitorëve është në rritje, ndërsa gjithnjë më shumë turistët zgjedhin këtë eksperiencë si pjesë të pushimeve të tyre. Interesi të sportit të rafting është në rritje, duke filluar që nga turistët e huaj, edhe nga vendasit. Organizohet më shumë në fundjavë, si kanë më shumë kohë, me turistat vendas, kurse me të huajt jemi gjatë gjithë kohës. Turit i fillojmë që nga kampingu, varion diku te 2 orë e gjysmë në lumë, duke bërë ato ecje me gomone, hedhje nga shkëmbi, lojra të ndryshme, notim, duke i dhënë disa informacione se si ku mund të venë, çfarë mund të shfrytëzojnë, llojet e sporteve të tjerë ose mundësitë që kanë ata për të eksploruar gjithë zonën e përmetit. Përtej adrenalinës, rafting në Vjos është një mënyrë për të promovuar bukuritë natyrore të një prej lumenjve të fundit të egër në Evropë. Operatorët e turizmit presin që fluksi vizitorëve të vijojë në rritje gjatë gjithë sezonit veror, duke kthyer Vjosën në një pikë referimi për turizmin.